Në pjesën e tretë, Halit Sahitaj gjatë bisedës me kryeprokurorin Allan Tiger rrëfen se kush po e kërcënon atë. Është mbrapa këtyre kërcënimeve Faji Kimeri së bashku me Bojan Dimić, njërin nga shefat kryesor të BIA-s serbe, pra shërbimet sekret serb. Dëgjoni pjesën e tretë. Po, aty janë dy raste. Një rast se si mu ma ka marrë mendja, si duhet me ditë prokuroria speciale në Hagë, edhe tjetëri rast si duhet me ditë ambasada amerikane ma e afërma ku jetojnë, do të thonë Madrid. Po. Okay. So there were two cases. One that the SPO should know about, and another one that the U.S. Embassy is near live in Madrid. Let me stop you for a moment and ask a question. Më lejoni t'ju ndaloj pak e t'ju bëj dy pyetje. Urnani. Now, yes, this discussion with the senior official at the embassy. Ky diskutim me këtë zyrtarin e lartë në ambasadë amerikane took place some 4 to 5 days after your conversation with Mr. Bennett. Ndodhi 4-5 ditë mbas bisedës që keni pas me zotin Chris Bennett? Parafrasisht, po. More or less, yes. All right. So, at the moment, I don't wish to hear about your conversation with the senior official. I want to hear, to the extent you remember, what it was you told Mr. Bennett when you called him on April 12th. Në këtë moment nuk dua të di më shumë lidhur me përmbajtjen e bisedës që keni pasur ju me atë zyrtarin e lartë amerikan, por me sa mbani mend ju, do doja më thoni pra çfarë I keni thënë zotit Chris Bennett. You explained that you in no way said you wanted to retract your evidence, and that must have been a misunderstanding. So what did you say? Ti na shpjegove pra që mund të ketë pas një keqkuptim sepse ju nuk dëshironi ta tërheqni atë dëshminë tuaj. Pra, desha të pyes për çfarë folët, çfarë I thatë. Për fillim, do të thonë rasti me ambasada amerikane me juve janë dy raste diferente. Me rastin që ka me juve, në vetëm me juve flas. Me asnjë ambasadë, me asnjë agjenci në botë nuk flas, vetëm me juve. Okay. So as far as the case I have discussed with the U.S. Embassy, it's something I discussed with them, so I will not discuss it. But with you, I will discuss things that relate to you only. And what I'm asking you about at the moment is, and again, I emphasize that's the purpose of this phone call, what it is you said to Mr. Bennett on April 12th. Pra duhet ta theksoj edhe një herë. Po, kuptova. Që është qëllimi I bisedës, çfarë I thatë ju zotit Bennett? Unë zotit Bennett I kom thënë se unë kom jap një deklaratë si dëshmitar në atë kohë, do më thonë në 8 vit 2020, po në lidhje me qatë dëshmi temën, du me jap një sqarim se ka ndodhë gjana për mujën të mërshme, do gjana në kohën e funit, e janë shumë shqetësuese për mu, për jetën time dhe jetën e familjes time dhe punën e prokurorëve të cilët janë të e bën. Okay. So to Mr. Bennett, I explained that since the witness statement I gave in October 2020, things, very terrible things, very concerning things for my life or the life of my family have happened afterwards. Edhe për punën e prokurorisë janë të e bën. Harrova. And in relation also with the work of the prosecutors or the prosecution office is doing. Mos harroni
kanalin ton në YouTube me Milajm Zeken.